pra, në ambasada edhe këto, ku ka qenë atë kohë. Dhe në ata të BE-s, të cilët ndoqën procesin dhe u siguruan që Dumani të merrte votat e duhura. Mbase mund të shikojmë një ripërsëritje të situatës në cilën të kemi përfaqësues të shteteve të tjera, të cilët paraqiten aty për të parë se si do ecë votimi, duke pasur një person të favorizuar që më përpara. Ajo që mund thuhet është fakti që tashmë Dumani ka ngritur disa çështje të profilit të lartë. Domethënë ti ke raste zëvendës kryeministrash, ke ish presidentësh, ish kryeministësh, pra i ke Berishën, ke po themi Metën nga ato qeverisjet e kaluara, njëkohësisht ke plot nga qeverisja socialiste. Që do të thotë, ai që do vi mbrapa ka një barë të rëndë për të provuar që edhe ai është po aq i mirë sa Dumani. Pra, edhe ai duhet vazhdojë të mbajë të njëjtin ritëm, sepse nëse rikthehet spaku të specialistët e ministrive, është një diçka e cila është, më thënë, edhe në sy të aleatëve do jetë qesharake. Pra, kur ti je ngritur dhe tashmë je duke kapur vetëm ministra apo edhe deputet të lidhur me krimin, normalisht ai që vjen mbrapa nuk mund të merret më me rolin e ministrisë për shumë arsye. Kështu që mendoj që kjo ngritje e punës që ka bërë Dumani do jetë diçka e cila do përcaktoj faktin edhe që ai që vjen mbrapa ka për të vazhduar me po të njëjtin ritëm. E para do ketë mbështetjen e ndërkombëtare, por që do vazhdoj me të njëjtin ritëm për shumë arsye. A do duhet që përveç emrave të mëdhenj dhe bombastik, spaku të gjejë dhe se ku shkojnë parat e abuzuara, parat e vjedhura, sepse kjo është edhe kërkesa qytetare, po them, ndaj spakut. Okej, emrat i ke, shumë pompoz, po duhet dim dhe se ku kanë shkuar lekët, parat. Po, që ti të bësh hetime të tilla janë shumë komplekse, themi atë që është. Sidomos gjë më vështirë, gjë më komplekse që është gjetja e parave. Problemi është ka dy probleme kryesore, ose më saktë tre. E para njëherë kërkohen ca ndryshime ligj, në mënyrë të tillë që të ketë më lehtë puna e prokurorëve për të hetuar. E dyta punës, ti ke një numër të vogël antar të BK-s, pra ka kërkuar rritjen e numrit të antarëve të BK-s, Byros Kombëtare të Hetimit, ka kërkuar Dumani në parlament, por nuk e kanë pranuar. Përkundrazi, me rishikimin e fundit të buxhetit, qeveria i hoqi edhe 5 milion euro të tjera në buxheti për spakun. Pavarësisht fakti që spaku jo vetëm që thoshte që na duan njerëz të tjerë, por nuk po arrim dot të printojmë materialet që kemi, domethënë jemi keq edhe me bojën e printerave. Deri te boja e printerave kishte shkuar. Dhe pra në këtë situatë qeveria ja bëri të pamundur, pra as nuk rriti numrin e antarëve të BK-s, as ja rriti fondet, përkundërzi ja shkurtoi. Dhe e treta punës është fakti që ne kemi një korrupsion galopant. Pra janë me qindra dosje. Është e pamundur fizikisht t'i ndjekësh gjitha. Dhe problemi është që ti duhet t'i ndjekësh gjitha sepse përndryshe të humbasin afatet. Pra, je i detyruar të ndjekësh dhe ato që janë vepra të vjetra, je i detyruar të ndjekësh dhe ato që janë vepra që janë para 10 vjetësh, dhe ato që janë para 5 vjetësh, dhe ato që janë tanishme. Pra, dhe nuk është se ne kemi vetëm 3 ose 4 raste korrupsioni dhe po themi mund të kapen gjitha dhe të bëhet hetimi i thelluar duke vajtur edhe në drejtim të pasurisë personale. Problemi është që korrupsioni është aq i madh sa është fizikisht e pamundur edhe për ata vetë që të thellohen në dosje dhe kjo është diçka e cila duhet parë. Ajo që mund bëhet është fakti që të rritet numri i atyre që janë antarëve të BK-s apo të zgjatet edhe më tepër mandati atyre të spakut që e ka kërkuar Dumani, por qeveria nuk ka vullnetin që të ndërhyjë në këto drejtime, përkundërzi ja ul këtë gjë. Kështu që faji në fundit nuk e ka spaku, po është qeveria që, ose më saktë mazhoranca në parlament, e cila e ka në dorë të bëjë këto ndryshime, pra të rrisë buxhetin për spakun, ose duke u bashkuar bashkë me opozitën të rrisë numrin e antarëve të BK-s, pra që të ketë më shumë hetues. Spaku, sepse nuk mund të jetë prokurori që t'i kryejë këto veprime kryen nga BK-ja pratikisht. Pra gjendja e këtyre prokurori është për tjetër gjë. Dhe nëse do ishte ky vullnet për të vepruar nga ana e qeverisë edhe spaku do ishte më rezultativ. Kështu që mendoj është më tepër
problem i cili njerëzit duhet ta kuptojnë që është qeveria që po e pengon këtë gjë, sesa SPAK-u vetë në kushtet ku ndodhet. Qartë. Mirë, duhet flasim edhe për dy çështje të tjera, paksa të shkëputura nga natyra e çështjeve për të cilat folëm deri tani. Doja të pyesja pak për çështjen e detit, Ëndri. Kemi patur lajme të raportuara nga mediat greke, të cilat thonë se në datën 16 dhjetor do të fillojnë negociatat për shkruandarjen e kufirit detar të zonës ekonomike ekskluzive. Dhe kjo është një çështje shumë komplekse e të drejtës ndërkombëtare, po pa dashur të futemi në shumë detaje të lodhshme midis Shqipërisë dhe Greqisë, ku të dyja do të shkojnë, po them, në Hag për ta përfunduar dhe këtë ndarje. Unë nuk e di sa e ke ndjekur dhe sa problematike e shef ti këtë si çështje. Problematikën e shoh të fakti, domethënë problematika është shumë e madhe, duke filluar që në momenti i parë një herë kur në kuadër të negociatave me Greqinë, në Shqipëri u hoq ligji për kufi detar, domethënë u pezulluar në një farë mënyrë për të vendosur kufit e ri detar të Shqipërisë, sepse ne kemi pasur një ligj të kohës së Enverit, i cili përcaktonte se ku ishte kufi i ri detar i Shqipërisë. Në kuadër të ndërhyrjeve në atë gjë, edhe ai ligj pse u lam një dhe u bë një marrëveshje e parë me Greqinë, e cila u hodh poshtë në gjykatën kushtetuese. U bë një marrëveshje e dytë, e cila edhe ajo pati problematikat e veta, dhe problematika e saj ishte që ekipi negociues, duke filluar në gjë e parë, nuk kishte marrë mandat. Nuk kishte marrë plot fuqishmëri nga presidenti i Republikës. Po, dhe kjo e hodhi dhe atë marrëveshje, dhe e treta pastaj u diskutua pastaj për një që dy palët rënë dakord që t'i drejtohesh në gjykatës ndërkombëtare për këtë rast. Ironikisht, ajo marrëveshje, të paktën sipas atyre që janë ekspertë fushës, marrëveshja e dytë që nuk kishte nuk kishte marrë mandatin nga presidenti, ajo marrëveshje e dytë ishte e mirë për Shqipërinë dhe ishte, le të themi që ishte ekua, e barabartë midis të dy palëve. Domethënë, përfshiheshin dhe pretendimet tona dhe pretendimet e Greqisë. Mirë po, u anullua për shkak të mungesës së, po themi, këtij mandati nga ana presidentit. Dhe sipas prapë mendimeve të ekspertëve të fushës, në rasti i, po themi, i çuarjes para gjykatës ndërkombëtare, mund të jetë me risk për Shqipërinë, edhe për shkak se ne kemi pranuar disa parime që kanë të bëjnë me mënyrën se si do negociojmë palët për sa i përket kufirit përbashkët, pra kush do jenë pikat e referencës, kush do jenë parimet detare mbi të cilat do diskutohet ky delimitim. Dhe ne aty kemi të çeduar pagës, dhe në rastin e po themi një gjykimi nga gjykata ndërkombëtare, për sa i përket në arbitrazhi për këtë punë, Shqipëria mund të rrezikojë që të rikthehet prapë tek marrëveshja e 2009-s, në cilën është hedhur poshtë. Pra, ajo që ka ndodhur deri tani është një, po themi, një paaftësi e shtetit shqiptar në të dy qeverisjet për të negociuar diçka të mirë për Shqipërinë. Edhe kur negociuam diçka që ishte e mirë, nuk kishim vajtur pa mandat nga presidenti. Domethënë, kjo përzierje e paaftësisë me aftësinë, e parregullsisë me rregullsinë e tjerë, është diçka e cila kam përshtypjen që do na pengojë edhe në këtë marrëveshje të re që kemi ndërmend të bëjmë tani. Por është diçka e cila është për të bërë, sepse normalisht në momentin kur ti po themi, kur ti shkon dhe futesh do futesh në BE, normalisht duhet futesh me ato që janë kufit e tua, edhe po themi me zonat e tua ekonomike tregtare, sepse në bazë të tyre pastaj ka dhe gjëra të tjera që janë në Evropë që funksionojnë. Pra është diçka që duhet bërë. Problemi është që ne kemi tashmë bëj 16 vjet, 17 vjet që kjo çështje e kemi trajtuar aq keq sa të fut në dyshime se çfarë mund të ndodhë në takimin midis dy palëve dhe cili do jetë rezultati final. Qartë. Mirë, edhe një çështje të fundit për të folur së bashku, po jo më pak të rëndësishme, prandaj e lash edhe për në fund e kam fjalën për zhvillime ndërkombëtare, për atë se çfarë po ndodh me Ukrainën. A është plani i Trump për ai 28 pikëshi dhe ky plani tjetër i ri me 19 pika që u refuzua nga Rusia, po që gjithsesi po themi konvergojnë në gjërat kryesore,
kapitullimi i Ukrainës? Nuk konvergojnë gjërat kryesore në të dy planet.